farghab. Veç Allahu drejtoju me dashni. Po e men, dashni të njerëzve Allah i ka dorë. Dashni të njerëzve Allah i ka dorë. Andaj djetarët thanë në komentin e emrit Allahu te bareke ve teala El Aziz. Një për emrit Allahu është El Aziz, të cilin e gjojnë në çdo sabah, hashar. El Azizul Jabbaru El Mutakabbir. Çfarë do të thotë El Aziz? Andaj djetarët El Aziz, ai i cili ndërhin zemër. Ndërhin zemër. E ban një njeri me dash, e ban një njeri me të rrejt. Ti sa munohesh dhe njëherë, sa munohesh e vladin me drejtue me ata në shka ti e di. Edhe në fund prapa i zdo, prap zëngon. Me sa për e prejnë dhe thot, edhe kur e ngon e vladi, qka thot? A i po ngon, ama s'pedo qa qka pedu one. Shumë problematike. Dhe në jatë dikush ta krynë dhe tyrën, pa i nuk e ka dash qatë punë që shë do ti. E kush mundet mi rëtullu zemrat? Wa ila rabbike farghab. Të zotë jëtë. Lutja Allahu xhelal Allahu me ta bëj vladin ka ti. Lutja Allahu xhelal Allahu me ta bëj bashortën ka ti. Lutja Allahu xhelal Allahu me ta bëj burrin ka ti nëse do ti me pas harmoni. Lutja Allahu xhelal Allahu me ta rujt harmoninë me vëllezërit musliman, me shokët musliman, me akraba, se Allahu i ka ndor zemrat. S'munësh në zemër me ndërhyje. Çka tha Allahu xhelal fa ila rabbika farghab. Shiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as djal, çka pas. E as familja komplet familja i ka dal kundër, po një dunja e do Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kush e ka bën zemrat tona më kanë i dashëm? Jo zemrat e muslimanëve. Ai është iman zemrat e atyre që se besojnë. Ata e madhrojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj thonë kur shahat dikon në për dunja, çohet këtë dunja janë kombë thonë mos e shani. Mos e shani se o problem se ki ka nam të madh. Kush e bani këtë nam të madh? Wa rafa'na laka dhikrak. Ata kanë ngrit namin e Muhammed. Se ai zemrja kish dorëzu Allahu xhelle xhelaluhu. Dorëzoja zemrën Allahu te bareke ve teala, e shese si Allahu gjatë të nështron ti zemrat. Me lutje Allahu te bareke ve teala, që Allahu zemrat tona